Që kapi drezin me nënshkrim Triveriz. Përshëndetje, merakli të kjerave jo, po të sportit edhe të muzikës. Isha me një event që ka pëlqy shumë, tepër. Këtë event e organizojnë influencera, youtubera, sportista e muzikant. Shumica prej tyre janë të njohshëm, sikur Toni Krossi, futbaleri Toni Kroos, Antonio Rudiga, David Alaba, influenceri njohshëm në Gjermani Elias Nerli. Prej muzikantëve e kemi reperin më të njohur në Gjermani Luciano etj. E ky event i gjermanëve quhet Icon League. Edhe është një ligë e futbollit të vogël e përcjellur me një show. Kësi lloj lige kemi edhe në shtete tjera, si për shembull në Spanjë, që e ka formu Gerard Piqué, edhe quhet Kings League, e ne ishim në play-offin e finales, në finalen e Icon League që u mbajt në Vjenë të Austrisë. Shumë më ka pëlqy, edhe i kisha bë apel influencerave, youtuberave shqiptar që kanë bë pak emën edhe janë të njohshëm, kanë sponzora të shumë. Leni ma ato lojna gaminga e vloga pa lidhje, e pa vlera, e humbje kohe. Këshirne bashkoheni me sportista, ka plot shqiptar, muzikant më zvet, sa të dush, edhe organizoni një send të tillë. Jo që kene me pas vetëm ju dobi, po edhe njëkohësisht ndihmoni edhe shumicës e rini son. Atyve që ka mbet pa punë, atyve që për shembull futballerave që nuk e kanë pas rastin me lujt në ligën profesionale, edhe njëkohësisht hapni shumë vende pune. Kjo është situatë win-win-win për të gjithë. E nëse dikush e merr iniciativën edhe bën kësi lloj eventi, ju jap fjalën se edhe unë do të kontribuoj me gjitha mundësitë që i kam. Pra, këshir në video në vijim se për çka e kam fjalën. Full, Vari. Wie ist die Stimmung im Norden? Wie ist die Stimmung im Süden? Tash ja fillon. Po ja fillon shikues. Shumë organizimi fort, ha. 10.000 veta që të mrena janë, 10.000. Që kjo është Eli, content creator, influencer, që e ka bo këtë ligën me Toni Kroos bashkë. Wow, nuk e pas na ditë se edhe Dardani merr pjesë. Ich brauche einen Riesenapplaus für die Icon League, für das Finale heute. Let's go! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Für mich ist immer das Gemeinsam ist man stärker, das klingt ein bisschen plump so, aber hier im Teamsport sieht man, was man erreichen kann. Zusammen. Dardani po thotë se bashk edhe me sport jena sa herë më të fortë. Und wenn wir alle zusammenhalten würden, wäre alles viel schöner. Okay, das ist doch meine Ansage.
Chicago është një reper i Gjermanisë. Edhe ky e ka ekipin e vet. Këto janë Berlin City që janë konë vjetë shampiona. Këto e kanë Luciano, reperin më të fortë të Gjermanisë. Çfarë organizimi, këshire këto si PlayStation kur të luish që ta qetë aty në ekran, të me thonë formacionet. Gol i vet. Der erste Nissan Jawbreaker für den heutigen Abend. Falsche Position. Die anderen aufs Beste umstellen. Po njerë që to janë ato gjokerat, rule breaker, që do me thonë falshe pozicione, ka marrë ekipa kundërshtare, kjo do me thonë se pozicion fals. Qysh beship një golmani, lun edhe dikush i tre lojtarëve duhet me hin gol. Shtashe mërë këtë rule break ekipa tjetër, po këto e mërën hero ball, ka plot gjokera. Kjo do me thonë, njoni pilojtarve nëse jep gol, zihen 2 golla. Po ato nuk e din as publiku kush është, e as ekipa kundërshtare, ato e din veç referat. Që Luciano fitoj edhe shkoj me ekipin e vetë në gjysmë finale. Këto janë DNA. DNA është ekipi i Alabas. Alaba që është i Austrisë, që lunë qëtash në Real Madrid. A i s'ka mujt me ardhë, se sante lunë Reali, po krejt do me thonë kjo sala këtu është për këtë ekipën, këto me fitu. Pasi që edhe Alaba është i Vienës, edhe e kanë marrë si shoqëruz DJ Ötzi. DJ Ötzi është një këngëtar për shumë kohënave i njohshëm në Austri. Këshiri këto huligante DNA.
e do me thonë non-stop edhe t'u lujt shkon muzika për prapavi. Që këtu kemi edhe Bajramin. Endstand zwischen Fokus-Eagles und DNA 4:7. Und damit herzlichen Glückwunsch an DNA zum Halbfinale. Wir müssen kurz langsam sein. Wir haben halt wirklich so wie an der Berge gewesen, jetzt wird leider nicht rausgetroffen, das ist das letzte Mal. DNA fitoi 7-4 dhe shkoi në finale. E Alaba u inkuadru direkt pi Madridit për me uru fitoren. Angeführt von Claudio Pizarro und Franck Ribéry. Players United! Players United e nitët ekipi i Franck Ribéry edhe Claudio Pizarro, lojtar profesionist që janë thonë për para. Që? The starting five players United: Gianluca Rek, Josip Cesar, Jure Pusic, Dajon Vea und Joe Azowski. Nochmal ein Riesenapplaus für Claudio Pizarro und Franck Ribéry. Shtash këto e morën Jokerin ose rule breaken 5 shot, që do me thonë 5 gjujtje prej pozicioneve të ndryshme. Der erste Sitz. Schuss Nummer 3, noch 40 Sekunden. Gianluca Rek. Gianluca Rek. Veç një avaki. Für den Finalisten von Pizarro. Fitoi ekipi i Riveris, që shko doket pas ka lëndim në kom. Die ganze Season. Edhe kjo një pjesë e shojt me shpërnda topa në për publik, me nënshkrime, që kjo e fitoi edhe që top, edhe që dresin e Riveris. Pa, qëfar na fake kish pas, ha? Këto janë simpatizus ose këto tifozat e një ekipit, nuk e di asune të kujna janë, veç këto bojnë ca herë haka. Sikur në rugby. Që e Bajrami është edhe kjo për DNA. Tash jena në gjysmë finale. Nëse fitojna, shkojna në finale.
2-1 për ata, po na qëtash e morëm gjokerin, triple threat, që do me thanën 3 herë vetë me golmani. Hajde ta këshirë. Alex Haas gegen Arman Cekic. 7 Sekunden Zeit fürs 1 gegen 1. 7 sekonda pas ka kohë me dhon gol. Technisches Tor für DNA. Shka u bo? Der Torhüter darf den Strafraum nicht verlassen. Und es gibt ein technisches Tor. Golmani pas ka kalu vijen. Edhe për që ata golli zihet qëtash. Haydi. Finale. Oh. Edhe Lego koka sot me neve pak show derisa t'ja nis finalja. Me pushu pak edhe këto DNA. Kjo konga e njohshme e Vega Dream në kampionatin kampionatin botëror në Rusi 2018. Që ky që kapi dresin me nënshkrim Triveris, se më sumrani qëto afer kesh. Mas një pauze të vogël edhe pak show, thash po kthehemi që kjo kupa që kanë me fitu. Po ja fillon finalja. Ekipa e David Alaba kundër ekipës Frank Ribéry.
visit DNA on players. U kry gjysa e parë 0-0, 12 minuta. Shtash edhe 12 minuta tjera. 1-0 DNA. Ndërkohë 1-0, së me lëshova kamerën, ha? Ku. Riveria diçka ma zonë për rrit, ma zëqëm. Jena 3-0, që tash këto e morën rule breaker, në më thënë golden ball, që do të thotë çdo gol gjihet 2 golla. DNA, Media Players United, Zed Swines. Owners United champion in season 9, DNA. Edhe Champions Majicat i pas kanë organizu si në Champions League. Që njerëz do me thonë ekipi Alabas DNA fitoi, u bo kampion i tretit edicion të Icon League, me këtë u kry për këtë sezon edhe vazhdon sezonin tjetër. Season 9, DNA! Ju si Dani Krasniqi, si Elita Pe, si Armendre Çepagiqi. Zë që fli, unë jam du i knu për